Një video e vjetër publikuar së fundmi në TikTok, por i kthen vëmendjen tek rrugtimi banor së këtij edicioni të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Selin Bollati, duke treguar ndryshimet e jashtëzakonshme që ka pasur karriera e saj brenda pak viteve. Në klipin e rikthyer, Selin shihet duke kërcyer gjatë natës finale të shtëpisë më të famshme të edicionit të dytë, ku ajo ishte angazhuar thjesht si figurante në trupën e baletit për të performuar gjatë një surprize të organizuar nga produksioni. Por sot, pa mbushur ende 3 vite nga ajo natë, Selin nuk është me një figurante në sfond. Ajo është kthyer në një nga protagonistët kryesorë të edicionit të 5, duke tërhequr vëmendjen e publikut me lojën, karizmat dhe dinamikat e saj në shtëpi. Për shkak të angazhimit dhe strategjisë që po ndjek brenda shtëpisë, shumë njerëz e shohin atë si një nga pretendentët kryesorë për fitoren e këtij viti. Tranzicioni i Selin nga një figurante në sfond në një nga yjet më të komentuara të reality show tregon për kushtim, talentin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të saj. Video përshëndarët mosivisht nga ndjekësit e fansat e kam komentuar gjërësisht, duke vlerësuar si një shembull të rrugtimit mbretërenes të një personazhi që ka punuar fort për të arritur majat në industrinë televizive shqiptare. Rikthimi i këtij momenti të vjetër është bërë viral pikërisht për të treguar se edhe fillimet e pravave mund të shndrohen në sukses të madh me kohë, punë dhe përkushtim. Selin Bollati është tashmë një nga emrat më të ndjekur dhe më të komentuar të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, duke treguar se karriera televizive mund të ndryshojë rrënjësisht brenda pak vitesh. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.